Skena e teatrit Anonza Koçajupi do të gjallërohet në 6 dhjetor me koncertin Real Live, një projekt që sjell në qendër zërat e brezit të ri dhe rikthimin e këngëve kult shqiptare. Organizuar nga Qendra e Artit dhe Kulturës në bashkëpunim me Bashkinë Korç, eventi premton emocione të veçanta për publikun, që do të ketë mundësinë të shijojë talentet e së ardhmes nga afër. Kemi zgjedhur disa materiale, cilat janë këngët kult shqiptare. Janë punuar me shumë dashuri nga një band shumë simpatik dhe shumë i talentuar, dhe gjej rastin të falenderoj çunat të cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Do të jetë e gjitha live, janë 15 këngët, si të themi, që kanë bërë histori në muzikën shqiptare, janë punuar me shumë dashuri dhe për ta përmbyllur këtë aktivitet do të jenë të gjithë bashkë në skenë për të kënduar Udhët ta dheut më tharasi, një këngë simbol e cila përfaqëson muzikën shqiptare më së miri. Jam shumë e lumtur për këtë koncert sepse ky do t'i prij dhe koncerteve të tjera të rinjve, siç është ai datës 26 dhjetor, që ne do të kemi korin e të rinjve, rreth 35 të rinj, cilët performojnë këngë krishtlindjesh dhe jo vetëm. Provat për këtë koncert po vijojnë ndërkohë që në skenë do të ngjiten 15 këngëtar të rinj, të shoqëruar nga një bandë muzikore profesionale, e përbërë nga Edison Havdi, Nuçel Doko, Gjildo Sula, Denis Krastafillaku, Johan Hoxha dhe Edison Labi. Shfaqja pritet të jetë një nga ngjarjet më të veçanta të muajit dhjetor në Korçë.